Kjo ishte edhe java e trisht e 21 janarit, 15 vjet pas krimit shtetëror, vrasjes së 4 burrave të pafajshëm protestues tërësisht paqësor me pushkët e shtetit në bulevard. Dhe përsëri 20 janari erdhi me hijen përqeshse të padrejtësisë. Kjo mbeti një plagë e hapur, jo thjesht për familjarët e dëshmorëve të 20 janarit, po kjo mbeti një plagë e hapur për moralin e drejtësisë në Shqipëri dhe për themelet e drejtësisë së shtetit shqiptar. Ne përsëri u mblodhëm dhe e bëm rritin e nderimit në kujtim të 4 dëshmorët të Tadeut në praninë e familjarëve të tyre, të cilët presin drejtësi. Dhe 20 janari është në llojin atyre krimeve që unë kam thënë që shkruhet herës, janë krime shtetërore për cilët drejtësia vonon, po asnjëherë nuk harron. Krimet shtetërore duan kohë të zbardhën, por koha nuk i zhbën dot nga kujtesa dhe nga tryeza e njerëzve të drejtësisë. Dhe uroj, shpresoj që Spaku, i cili prej 6 vjetësh ka marrë jetë, gëzon mbështetjen e padiskutueshme dhe ka pasur gjatë gjithë kohës inkurajimet më të sinqerta për të shkuar përpara, për të luftuar për të vendosur drejtësinë, përfundimisht në binaret e rinj të barazisë para ligjit për të gjithë, të zgjohet dhe të bëj më në fund punën e vet mbi këtë krim që është një njoll për drejtësinë shqiptare dhe nuk duhet lejuar që të bëhet një njoll, sepse do të jetë e pashlyeshme për vetë Spakun.